sepse Ajeti ishte duke u larguar, por ja e kapëm menjëherë. Ajeti urime për këtë fitore të rëndësishme, pasi jemi tashmë të dytët e grupit, kemi golavarazh më të mirë, një nga veteranët që ka provuar 2 kampionate europiane me kombëtaren, si ndihesh pas sfidës sotme dhe përpara 2 sfidave të tjera të rëndësishme në muajin qershor? Shumë mirë, mas fitores gjithmonë një mirë, kemi pas obligimin sot me marrë 3 pikë, ja arritëm qëllimin dhe shpresojmë të vazhdojmë kështu tutje. Viola, kufjen e ka Arlindi? Po, të dëgjon. Arlind, unë kthej tutje do të them jo Arlind, po rilind Ajeti, sepse realisht thash në koment është një rilindje e dytë për ty. Unë kam kohë që të ndjek që kur ka ardhur kombëtare, por realisht po përjeton një rilindje. Kështu që vërtet komplimenta, kaq kisha unë. Shumë faleminderit shumë. Peço. Arlind Arjan Peço, përgëzim edhe një për performancat e tua në ekipin kombëtar. Unë nuk është se jam shumë i habitur. Arlindi vjen nga shkolla FC Basel, është normale që... Po, ish trajneri i Baselit. Është normal që... Jo, Arlindi... Ju njeni, besoj, e? Po, patjetër. Arlindi sot ishte pothuajse spektator, shpresojmë të jetë rekuperuar pak nga ajo ndeshje e vështirë me ekipin anglez. Jam them shkurështar të djalin për ndeshjen me ekipin anglez. Të shtyu dysi Harry Kane ke goli? Ishte një 2 luftim që unë normal nuk ju afrona shumë sulmuesit në duele, sepse nuk jom edhe ma i gjati për qendërmbrojtës, po e disha që Harry Kane është shumë i rrezikshëm në 16 dhe i bëna gjëra që normalisht nuk i bëj, dhe ajo ndoshta... E anticipove më shpejt se ç'duhet. Po, edhe ajo ndoshta mdul keq, si me thonë. Po prapë se prapë, ajo është gabimi jem, vazhdojmë si që kemi qenë edhe përpara, kështu që s'kem qa bëjmë. Por gjithsesi në tërësi Arlind, pavarësisht që thjesht kur ishte nga Naime, performancat e tua janë shumë të larta dhe të përgëzoj edhe një herë për këtë gjë. Shumë faleminderit. Edhe Erion Bogdani, Arlind, të përshëndes. Përshëndetje. Urime dhe suksese. Për mua edhe ndeshjen me Anglinë ishte një nga më të mirët në fushë. Dhe do thoja që pavarësisht konkurencës, sepse normalisht është dhe Kumulla apo dhe Ismaili që janë qendër të mbrojtjes. Megjithatë po në habit, sepse faktikisht ato ndeshjet e fundit të kombëtarës je një nga lojtarët më të mirë në fushë. Urime dhe suksese. Shumë faleminderit. Okej, faleminderit Viola, nëse ke diçka ta falenderoj. Ha, bukur. Rilind Ajeti.